Një kategori e njerëzve përjashtohen nga pastërtia apo nga obligueshmëria e pastërtisë së tyre apo gustit të tyre, dhe ata janë dëshmorët të cilët kanë rënë fush betej për hir të vatanit, për hir të fesë, për hir të gjuhës, për hir të mbrojtjes pragut derës së tyre. Ata shkojnë me gjakun e tyre të Zotit. Gjaku i tyre është pastrim. Prandaj ata nuk lahen. Uji nuk është më i pastër se sa gjaku i tyre. Ata janë të veçantë, janë të privilegjuar të Zotit, që finosen falet namazit, xhenazës së tyre, dhe ata shkojnë ashtu sikurse që kanë ndruar jetë, ashtu sikurse që kanë ndërzuar gjën me të shtrajtë të tyre. Nëse dikush thotë se çka keni bërë apo çka bëjnë mes muslimanët apo si e edukojnë shoqërinë muslimanët për mbrojtjen e vendit vet, për mbrojtjen e dheut vet, familjes vet, pragut derës vet, ne ju themi shumë lehtë se nëse dikush ka rënë dëshmor e ka sakrifikuar jetën e vet për këtë vend, për këtë prag derës së tyre, e ka gradën më të lartë të Zotit, që edhe të dashurit e Zotit ja kanë lakmi. E ky person është i privilegjuar te Allahu që ndërmjetëson te Zoti, ja jap këtë mundësi, këtë kompetencë madhe Zot me ndërmjetësuar te Allahu xhaleshanu mbi 70 të dashur të tij. Ku po don privilegj, ku po don kontribut, ku po don edukim më të mirë se sa kjo kur njeriu nxitet dhe stimulohet që të jap gjithçka prej mendjes, angazhimit, por nëse është e nevojshme edhe jetën e tij për vendin e vet. Prandaj kjo është edukimi të cilën na ja bëjmë shoqërisë tonë, vendit tonë, rinisë tonë, të ardhmës tonë, që na të japim gjithçka prej mendjes, angazhimit, mësimit, studimit, pasurisë dhe ta kryjmë amanetin në formë më të mirë, e nëse është për obligim edhe jetën ta japim për çka, për vendin tonë.